Municionet e para nga kjo fabrikë do të dalin në fundin e vitit 2026. Për një hapësirë prej më shumë se 100 hektarësh, në fund të vitit të ardhshëm do të kemi plumbat e parë që do të prodhohen në Kosovë. Vendim edhe më të veçantë e bën fakti që po e miratojmë pikërisht në ditën e forcës. Ndërtimi i kësaj fabrike, për të cilën tashmë kemi kontratën nënshkruar me prodhuesin turk MKE, do të përfundoj brenda vitit të ardhshëm. Municionet e para nga kjo fabrikë do të dalin në fundin e vitit 2026. Përveç fabrikës së municionit, kjo zonë industriale do të shërbej edhe për investitorë të tjerë me të cilët jemi në kontakt dhe do të prodhojnë lloje të ndryshme të produkteve ushtarake, dronët ushtarak dhe civil made in Kosovë. Sot në mbledhjen e qeverisë pikërisht në ditën e forcës, ne morëm një vendim preliminar shumë të rëndësishëm për vendin tonë, më saktësisht për industrinë e mbrojtjes së vendit tonë, vendim i cili ka të bëjë me shpronësimin e pronave të ish rënikut në Gjakovë dhe që do të bëhen pastaj prona të Ministrisë së Mbrojtjes si pjesë e zonës industriale së mbrojtjes e cila do të vendoset pikërisht në regionin e Gjakovës. Ne kemi planifikuar që ajo zonë industriale mbrojtjes që është planifikuar që të jetë zonë ku do të vendosen prodhuesit e industrisë së mbrojtjes, nuk do të jetë normalisht zona e vetme në Kosovë ku do të bëhen prodhime ushtarake, por do të jetë një zonë ekskluzive për atë çështje e adresuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës. E thashë edhe një herë, do të jetë në komunën e Gjakovës, do të jetë një hapësirë prej më shumë se 100 hektarësh, që do të shfrytëzohen nga fabrika jonë e municionit që do të vendoset atje, por edhe që do të ketë mundësi që si Qeveria e Kosovës të mbështesim prodhues të ndryshëm ushtarak nga vende të ndryshme, por edhe prodhues vendor që planifikojnë që të prodhojnë në atë zonë, pra është edhe për interes të sektorit publik, por edhe për interes të sektorit privat. Sa i përket fabrikës së municioneve, dihet tashmë që me 16 dhjetor të vitit të kaluar është realizuar pra një kontratë, është bërë një kontratë me kompaninë shtetërore MKE nga Turqia për prodhimin e makinerisë prodhuese, laboratore dhe pajisjeve tjera që do të jenë në dispozicion të prodhimit të municioneve 7.62 dhe 5.56, kurse gjatë muajit tetor të këtij viti, së bashku me ministrin Murati, kemi diskutuar edhe punuar në finalizimin edhe të pjesës së dytë të kontratës që ka të bëjë me ndërtimin e fabrikës, pra ndërtimit të objekteve dhe kompleksit, sepse nuk është vetëm një fabrikë, është kompleks i prodhimit, pikërisht në zonën industriale të mbrojtjes. Ne bazuar në atë kontratë presim që deri në fund të vitit të ardhshëm kjo fabrikë të funksionalizohet, pra të fillojë prodhimin e këtyre municioneve dhe mund të them që në fund të vitit të ardhshëm do të kemi plumbat e parë që do të prodhohen në Kosovë nga një fabrikë shtetërore e Republikës së Kosovës për nevoja të ushtrisë, policisë, por edhe për nevoja të eksportit.